Aurela Gaçe, prej vitesh në tregu muzikor, pëlqehet jo vetëm për muzikën e saj, por edhe për karakterin. Kolegjet e Aurelës, edhe kur zbresin poshtë shtëpisë për të bërë pazar, mund t'i shohësh me taka, ndërsa Aurela në përditshmëri e sheh shumë sport, me atletë dhe një bluzë të thjeshtë, shumë larg veshjes skenike që jemi mësuar të shohim. Këngëtarja nuk e ka as pak kompleks që të tregojë se për të arritur këtu ku është sot, është rrëzuar dhe është ringritur, dhe në disa raste ka kërkuar edhe ndihmë. Megjithatë, njerëzit me integritet, në ndryshim nga të tjerët, nuk harrojnë dorën që ju ushtri për t'i dhënë ndihmë në kohë kur ato ishin në vështirësi. Këngëtarja për herë të parë ka treguar se cili ka qenë personi që i dha ndihmë në momentet e saj më të vështira. Ajo tha: "Unë nuk e harroj asnjëherë ato që mund gjenden kur unë kisha nevojë. E detyruar nga rrethanat, mu desh të kërkoja ndihmë dhe i telefonova ministrit të ekonomisë, Arben Malaj. Edhe ai është nga Llakatundi i Vlorës, i them çfarë problemi kisha dhe ai u tregua i gatshëm për të më ndihmuar. Ai dhe babi im ishin rritur bashkë kur ishin të vegjël, por për ndihmën që më dha, jam shumë mirënjohëse. Do t'i jem mirënjohëse për jetë dhe sot po e përmend publikisht pas kaq shumë vitesh. Por për çfarë kishte kërkuar Aurela ndihmë te ministri në atë kohë?" Pasi ka dëgjuar atë që ka thënë këngëtarja, është përgjigjur edhe vetë ish-ministri duke shkruar: "Mirënjohja e Aurelës më ka gëzuar. Sakrificat e tua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mbështetur mirë arsimimin e motrës tënde është prova më e plotë dhe më e qartë dhe e drejtë për drejtë e zemërgjerësisë dhe vlerave të tua humane maksimale me rrënjë të thella familjare." Pra, me sa duket, Aurela ka punuar në Amerikë për të ndihmuar motrën e saj që të shkollojë, ndërkohë që edhe ministri Malaj nuk e ka kursyer ndihmën, duke parë sakrificat që Aurela ka bërë për motrën dhe familjen. Mirënjohja është cilësi e njerëzve të fortë dhe me dinjitet. Atë nuk mund ta gjesh tek çdo njeri. Mirënjohja që Aurela Gaçe ka pas kaq shumë vitesh për ministrin është një kujtesë e fortë, se pas suksesit ka gjithmonë një histori sakrifice. Po ju, si ju duket ky gjest nga ministri Malaj dhe nga vetë Aurela? Na shkruani mendimin tuaj në komente. Do të na pëlqente shumë ta lexonim.